Të gjitha argumentat kundër zotit Veseli janë të pabazuara. Qoftë pretendimet e drejtë për drejta, si dhe pretendimet rrethanore. Për shembull, kur zoti Halling të martën ju tregoi një videoklip të dëshmitarit 4760, kur po jepte një intervistë për ZPS-n dhe tha që me demek kishte dëgjuar një histori prej dikujt që klienti im ishte i përfshirë. Ky është, thashë themi pastër. Sepse vetë burimi nuk ka qenë këtu në mënyrë që të merri në pyetje. Prandaj, ky klip është krejt i pavlerë. Sepse e ka përdorur prokuroria thjesht se përmendet emri i klientit tim. Nuk mund të konsiderohet si provë. Dhe nëse ju kujtohet të ndryrë gjykatës, as nuk kam pasur mundësi të bëj pyetje dëshmitarit 4760, sepse unë kam kërkuar të mos pranohej videoja e këtij dëshmitari. Dhe siç kemi shpjeguar në dosjen tonë, ne do ja kishim vërtetuar këtë dëshmitari nëse do të merrte pjesë që ishte i pambështetshëm. E njëjta gjë vlen dhe për pretendimet e tjera të përfshirjes së drejtë për drejtë dhe në lidhje me pretendimet e tjera rrethanore të pabaza. Kjo nuk është një lloj procedurale që po bën mbrojtja. Nuk po luajmë. Ky është ligji kryesor për testimin e prove në një gjykim penal. Është një ligj që ekzistuar për dekada. Por ne po themi që është ZPS-ja këtu që po bën lërat e veta siç bën zakonisht. Në fakt, ne ftuam ZPS në duel. I tham, apo na thoni ju për pretendimet e drejtë për drejta që mund të mbështeteni në prova të patestuara për të dalë me vendim fajësie, thjesht sepse nuk është në formën e një deklarate dëshmitari, sikurse po kufizon kjo gjykat, dhe ne po prisnim që ata të kundër argumentonin dhe të na thonin që ju e keni gabim. Por se bën? Zoti Halling, po ashtu, as nuk guxoi që të paktën të jepte ligjin e gabuar, sa i takon përfshirjes së drejtë për drejtë, dhe t'ju thoshte të ndërror gjykatës. Kështu mendojmë ne, që ju të ndërror gjykatës mund të dilni me vendim fajësie. ABC. As këtë nuk guxuan ta bënin. Madje, e sot e kësaj dite, nuk i kanë të qartë argumentat e tyre, sepse din që janë të gabuara, pra ata shpresojnë që ju të ndërror gjykatës t'i bashkoni pikat për ta. Por nuk keni si ta bëni ju këtë, as në pikpamja ligjore dhe as në pikpamja faktike. Sigurisht, mbrojtja nuk do që ju të ndërruar gjykatës mos jeni gjyqtarët, mos bëni punën tuaj se si pretendon ZPS në një mënyrë të shëmtuar. Por, mbrojtja i kërkon të ndërruar gjykatës që pikërisht këtë të bëni punën tuaj, të zbatoni ligjin më elementar. Veç kësaj, dhe prapë ZPS-ja nuk e pranon që është gabim, ne i kemi trajtuar gjëre gjatë, makinacionet e grumbullit të thashethemave që ka ZPS-ja lidhur me pretendimet e drejtë për drejta dhe themelësinë e argumentave të tyre që sipas nesh nuk ekziston fare. Shikoni ju lutem në dosjen ton paragrafi 233 dhe 248. Janë 15 faqe vetëm për një pretendim ku kemi thënë se si provat bazuar në thashetheme janë thjesht një grumbull mbeturinash që nuk vërtetojnë as pak që zoti Veseli këtë qenë i përfshirë në një veprimtari. E jo më tet këtë qenë i pranishëm fizikisht kur diçka ka ndodhur. Gjithashtu, nuk ekziston asnjë gjysmë sugjerim për një kundërshtim të rregullës 155, e cila mund të merret si faktor relevant për shqyrtimin e këtyre provave. Unë nuk e kuptova qartësisht se çfarë përpiqej të thoshte ZPS-ja, në fakt,
po më duhet të theksoj se mbrojtja e Veselit e ka kundërshtuar qartë pranimin e dokumentave sipas rregullës 155, si për rastin e dëshmitarit 4747 dhe në rastin e dëshmitarit 4760 që sapo përmenda. Si dhe për dëshmitarin 4839. Ky është vetëm dëshmitar që ka folur për ndalimet në Kleçk. Dhe në këtë drejtim, ju lutem mund shikoni një parashtrim tonin të